Ky lajm është për të gjithë ata që nuk duan të zgjohen herët në mëngjes në fundjavë, sidomos për ata që e kanë pushim. Kjo sepse një studim i kohëve të fundit tregon se disa orë më shumë gjumë në fundjavë mund t'ju bëjë më të mençur dhe më të dobët me pamjen fizike. Botuar në revistën Sleep, studimi krahasoi zakonet e gjumit të 2156 të rriturve dhe gjetën se ata që nuk flinin gjumë mjaftueshëm gjatë javës, por që donin, kishin një nivel inteligjence më pak të ulët se sa ata që flinin më shumë. Zgjatja e gjumit në fundjavë mund të ketë efekte biologjike mbrojtëse në prandalimin e kufizimit të gjumit të detyruar ose të lidhur me shtimin në peshë. Mungesa e gjumit lidhet me ndryshime të nivelit të sheqerit në gjak. Kur jeni të lodhur, truri bëhet i ngadalt dhe kujtesa përkeqësohet, ndërsa kur fleni, truri fillon të përpunojë informacione të ndryshme.